Një rast alarmues i braktisjes së fëmijëve është zbuluar në Durrës, ku 3 fëmijë të mitur në moshën 12, 10 dhe 5 vjeç janë gjetur vetëm në banesën e tyre në kushte të mizerueshme. Fëmijët nuk kishin frekuentuar shkollën për më shumë se një muaj dhe ishin të prekur nga sëmundja e zgjebes. Alarmi u dha nga gjyqja e fëmijëve, të cilin publikoi në rrjetet sociale pamje nga apartamenti ku dukeshin ambientet e ndotura dhe rrobat e shpërndara kudo. Pas denoncimit, policia dhe shërbimet sociale ndërhyn menjëherë, duke transportuar 3 fëmijët në spitalin e Durrësit për të siguruar trajtim mjekësor dhe mbrojtjet menjëhershme. Nëna e fëmijëve, Blerina Basha, e cila është 33 vjeç dhe punon si banakere, mohon çdo përgjegjësi dhe thotë se në momentin e ngjarjes ndodhej në punë. Ajo akuzon zhvierrën e saj për ndërhyrje pa leje në banesë dhe për ngritje të denoncimit publik. Sipas saj, ka qenë e detyruar të punojë me 2 turne për të siguruar ushqim dhe jetesën e fëmijëve të saj, ndërsa mohon që të ketë lënë pa ushqim dhe pa kujdes mjekësor. Autoritetet raportojnë se procedimi penal ndaj Bashës është iniciuar mbi bazën e veprës penale keq trajtimi të miturve, pas deklarimeve të gjyshës së fëmijëve, që pretendon se ish nusja e djalit i kishte lënë fëmijët vetëm në banesë. Ndërkohë, fëmijët janë marrë në mbrojtje nga institucionet shtetërore dhe aktualisht ndodhen në spitalin e Durrësit, ku është siguruar ushqim, veshëmbathje dhe trajtim mjekësor i nevojshëm. Rasti ka shkaktuar reagime të forta në komunitet dhe ka nxitur autoritetet të monitorojnë më nga afër situatën e ngjashme për të parandaluar keq trajtim dhe braktisjen e fëmijëve.